Allahu e pyet, o robi im, a ke bën ndonjëherë vepër të mirë në jetën tënde? Edhe ai thot, jo Zot, kur s'më kujtohet kem bën ndonjë gjë të veçantë. Këtu vjen shprehja ajo që na ka rrëfy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për atë njeriu i cili ka jetuar këtë jetë, nuk ka pas ndonjë, si më thon, ndonjë identitet shumë fetar në kuptimin e veprimtarisë, s'ka pas ndonjë vepër të shquar të ibadetit, namaz, xherem ose çka do të qoftë. Po megjithatë e përshkruan tash i dërguari sallallahu alaihi wasallam se ai njeri kur i ngjallet edhe del para Allahut fuqiplot, Allahu e pyet, o robi im, a ke bën ndonjëherë vepër të mirë në jetën tënde? Edhe ai thot, jo Zot, kur s'më kujtohet kem bën ndonjë gjë të veçantë. Përveç tim ke begatu me pasuni, pra kom qëndru mirë materialisht, dhe njerëzit sarë kam pas nevojë për me ndihmu, jo veç në kuptimin e lëmoshave kështu me radhë, madje si ka përmend lëmoshat fare, po sa herë njerëzit janë konë zarë me marë borxh prej meje, thot unë nuk i kam kthy mrapsht. Kanë ardhë, kanë lyp hua, unë ju kam dhanë, kemi caktu afate, ju kam thënë djemve, shkoni te filani, e kanë afatin për me e kthy borxhin, nëse i kanë, ua kërkani të hollat, nëse nuk i kanë, shtyja unë afatin, pyetni, a mundi mas 2 javë, mas 1 muaj, mas 2 muajve, po nëse edhe ashtu, atëherë falja unë. Ndoshta Allahu na fal neve, thot çështo kam vepru. Edhe Allahu thot, nuk ka mundësi dikush me qenë më falës edhe më i mëshirshëm se unë, po të fali gjithsesi. Dua të them se puna e borxhit lidhet shumë edhe me atë që njeriu ka në zemër. Nganjëherë atë shpirtin bamirës. Atë shpirtin bamirës, pra, atë rahmetin që është do ta quaja e rrezja hyjnore në shpirtin njerëzor. Që rahmeti është hyjnor, mëshira është hyjnore, mirësia është hyjnore, ndjesa, falja është hyjnore. Por ka, si me thonë, ka aplikim edhe të njerëzit, gjindet edhe në shpirtin njerëzor, edhe do të quaja si rreze hyjnore këtë. Do më thonë, borxhi është pamirësi. Dhonja borxh është bamirësi, madje ka ardhur në disa citate se dhonja hua ose dhonja borxh është sikur se ta kishe dhënë gjysmën e asaj sasie të hollave ose sasie të pasurisë sadaka.